Ta zonja Ila Ademi nga Gjermania. Në zotri Adem që sht'jemi? Kur qysh me një grep dhe me na plas. E po se e morë vetën më syrë, sa ke folë me mu, shumë në qef. Po për Tu ka dhe si t'keq. Përshëndes ty, ta përshëndes ta analistën, përzemërsisht ta përshëndes stafin të gjuzë dhe telefonus. Faleminderit shumë, zotri Adem, më thuaj t'lutem. Unë e kisha thosë zonja Eli, alo pa e kryt shtatat, me martu fill. Edhe njëherë ta kuptoj këto mjetë, çka është këtë shtatat, sepse se morën. Te na thonë kur të vdes një person. Po, tash e kuptova. Këtë ceremonit fetare pa e kryt shtatat. Pse, a mu këthi me full vetë me veti me 4 mure, ta? Jo, mëre. Po e mami mu martu se më shku me dikna për motel, o zonja Eli. Unë kështu e shë. Po. Edhe mami e martohesh, e kryo familjen, prapë e vazhda jetën. Ti nuk mundesh me najtë veç vetun me full vetë me vete, aty me zita, me mura, gota diune. Unë kështu e preferoj, du të një hapësirë për parësi, pse me jetu vetun, ashtu kena bubona, kena me ndru këtë jetë, bile sa me kanë, kur që me vete s'kena me morë, bile qa dashnite kena me vete. Unë kështu e shazet një. Falënderoj shumë për telefonatën. Me ndirë qëfsh, e fëndirë për mos i Kaluse gripi, shëndet. Më keni ramë sysh. Jo, na jo. Ti vetë sonde. Të përshëndes shumë. Jesh me zotrin.